të IKD-s. Po tash edhe këto raporte janë në vazhdën e publikimeve të ndryshme të raporteve të monitorimit që publikon Instituti i Kosovës për drejtësi dhe në rastin konkret kemi të bëjmë me trajtimin e rasteve penale, përkatësisht rasteve në departamentet e përgjithshme dhe departamentet për krime të rënda të prokurorive dhe gjykatave themelore. Në raport nëse i shohim gjetjet të këtyre dy raporteve, rezulton se në aspektin, për shembull se përmendim prokurorin e shtetit, në të dy departamentet nuk ka arritur që të zgjidh lëndë aq sa ka pranuar, duke shënuar një ngritje të numrit të lëndëve në fund të periudhës raportuese. Një ngritje më e lehtë evidentohet në departamentet për krime të rënda dhe një ngritje pak më e madhe në departamentet e përgjithshme. Ndalemi tek aspekti i prokurorëve, tash problematika nga ajo që kemi gjetur qëndron edhe tek shpërndarja e prokurorëve, për shkak se kemi parë se ka një diskrepancë shumë të madhe se mesatarisht sa është i ngarkuar një prokuror në raport me prokurorin tjetër. Për këtë arsye definitivisht se duhet një farë lloj ricaktimi i prokurorëve në kuptim të transferimit qoftë të përhershëm apo të përkohshëm në mënyrë që të arrihet një bilancë e ngarkesës me punë tek secila prokurori për shkak se në këtë mënyrë garantohet edhe efikasitet dhe edhe cilësi më e madhe. Tutje, një aspekt pozitiv që e gjejmë në të dy raportet, në raport me prokurorin e shtetit, është se prokurori i shtetit ka reaguar relativisht shpejt, për shkak se nëse shohim aktakuzat për veprat penale viti se kur dyshohet e janë kryer, janë relativisht vonë dhe janë brenda afateve dhe nuk ka një vonesë shumë të theksuar që tregon se prokurori i shtetit ka vendosur ka ndërmarrë masat në kuptim të aktakuzës relativisht shpejt. Në aspektin e gjyqësorit në anën tjetër, shohim se në të dy departamentet ka pasur bilanc pozitiv, për shkak se është arritur që të zgjidhen lëndë më shumë se sa që janë pranuar. Pra viti është përfunduar me më pak lëndë se sa që ka filluar. Dhe ky është një aspekt pozitiv. Megjithatë, edhe në rastin e gjyqësorit, evidentohet se ka një diskrepancë të konsiderueshme të ngarkesës me lëndë të gjyqtarëve dhe që rekomandimi për transferimin e gjyqtarëve vlen edhe në rastin e sistemit gjyqësor. Një aspekt çfarë e bën të dallueshme ndoshta aspektin e gjyqësorit është tek zgjidhja e lëndëve. Diskrepanca në zgjidhjen e lëndëve evidentohen edhe tek prokurori i shtetit, konsiderueshëm të mëdha, mirë po evidentohen edhe tek sistemi gjyqësor. Megjithatë, sistemi gjyqësor e ka një sistem pak më të avancuar sa i përket vlerësimit të performancës në kuptim të lëndëve, për shkak se nuk i poenton lëndët varësisht numrit të lëndëve sa ke kryer, mirë po bazohet në peshën e lëndës. Pra, ka një sistem për 100 pikëve dhe secila lëndë varësisht nga natyra e saj e ka peshën e saj dhe numri i lëndëve nuk është çdo herë determinues për arritjen e normës, siç është tek sistemi prokurorial i Kosovës, dhe që definitivisht vlerësojmë se edhe sistemi prokurorial i Kosovës duhet të kalojë në këtë aspekt duke u vlerësuar peshat, kompleksiteti e rastet e tjera dhe jo vetëm që të arrihet norma në kuptimin numerik të saj. Për nga cilësia, besoj që kemi me diskutu edhe më vonë, ka probleme të ndryshme. Për shembull, nëse përmendim aspektin e politikës ndëshkimore, shqiptimit të dënimeve plotësuese, mos aplikimit të jurisprudencës gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit dhe çështja e mosvendosjes në kërkesën pasurore juridike, janë pe problemeve cilësore që Instituti i Kosovës për drejtësi ka gjeneruar në këto dy raporte dhe ku më shumë e ku më pak, mirë po gjetjet janë përgjithsisht të njëjta në të dy raportet për nga aspekti i cilësisë së këtyre çështjeve. Megjithatë, për çështje ndoshta pak më specifike, ndoshta do të flasim edhe në vijim. Faleminderit Gzem, zotëri Arni, si keni po këtë gjetje specifikisht në aspektin e ngarkesës me lëndë dhe vjetërsisë së lëndëve që janë trajtuar nga gjykata? Atëherë, fillimisht ne patëm mundësi edhe dje paka shumë në një tryezë përbashkët me i diskutu gjeturat e raportit. Në njëjtën kohë ishte një konkludimi përbashkët edhe i kryetarëve gjykatave, edhe kryeprokurorëve dhe pjesëmarrësve tjerë aty që vlerësuam lart domethënë punën e raportit dhe në njëjtën kohë shprehëm gatishmërinë që ka kthyer raportit
reflektojmë edhe na prej prizmit menaxherial dhe të evidentojmë probleme dhe të shohim se si të qasemi që antarëdhën kur kemi raporte të tilla dalim me gjetura edhe ma pozitive. Nuk pëlqojmë në krejt pikat e raportit, sepse po besoj që do të kemi mundësi me i diskutu disa prej çështjeve që të paktën edhe mu më kam preokupu prej këndvështrimit tim qoftë personal, po qoftë edhe prej aspektit menaxherial si kryetari i gjykatës. Megjithatë, çështja që ngritet, çështja kozgjatjes lëndëve dhe të çështja e statistikave, ishte pak shqetësuese ndoshta kozgjatja e lëndëve në krime të rënda, nëse s'ka bëj gëzim mbi 1000 ditë në gjykatën themelore në Prishtinë, që është një kozgjatje jashtë standardeve të cilat na i aspirojmë apo kemi objektiva. Megjithatë, do duhet me pa më hollësisht natyrën e lëndëve, arsyeshmërinë, sepse këto lëndë nuk janë përfunduar në kohë, sepse jo çdo herë varet nga rrethonat objektive, domethënë të gjykatës apo të performancës DAP të gjyqtarëve, sepse shpesh herë kemi pamundësi objektive për përfunduar rastet, qoftë për shkak të mungesës të panderëve, qoftë për shkak të veprimeve tjera procedurale që gjykatat marrin në raste konkrete, po në veçanti do duhet të theksojmë që besoj që edhe vetë raporti evidenton që gjykata themelore në Prishtinë është gjykata më e ngarkuar në Republikën e Kosovës, që në një formë ose tjetër dashur pa dashur ndikon madje edhe në zvarritjen apo kozgjatjen e përfundimit të proceseve gjyqësore. Si çdo që tjetë, ne si gjykatë themelore në Prishtinë jemi të mundu me pa modalitete të adresimit të këtyre çështjeve, jemi të pa bashkërisht me gjyqtarët e departamentit për krime të rënda që të krijojmë ide ashtu siç e kemi bërë në departamentin special, që të krijohen raporte në vazhdimsi për lëndët e vjetra dhe dimë se pse ato lëndë nuk po përfundojmë, dhe të njëjtën kohë të bëjmë edhe një plan punës përbashkët, në mënyrë që të adresojmë këto sfida dhe të kemi objektiva të qarta për kozgjatjen se kur lëndë të caktuara të vjetra do duhet të përfundohen. Andaj bashkë me raportin, po edhe me gjeturat që ne kemi bu si gjykatë themelore në një skenem fillestar gjendjes, besoj që këtu çështje do t'i adresojmë dhe do të kemi një pikpamje më të qartë lidhur me arsyeshmërinë, sepse kozgjatja e përfundimit të rasteve është kaq e gjatë si në gjeturat e raportit. Sa i përket çështjeve statistikore, e tha dhe vetë gëzimi, përkundër mungesave të stafit, lëvizjes së gjyqtarëve, prapë që ndroi mirë dhe është një performancë e kënaqshme. Në departament për krime të rënda jemi diku me një efektivitet prej 126% në orientim, ndërsa në departament përgjithshëm mbi 100%, që është një arritje e dëshirueshme. U ngret dje në takim, ndoshta sepse është në interes edhe të publikut, sepse u ngret në takim një lloj mini kritike përkitas dhe me çështjen që pse prokuroritë dhe gjykatat thirrën shpesh në çështje statistikore. Megjithatë, ne do të kemi vëmendje që matjet e SPZ-it ju jeni ndjeni që në gjyqësor dhe prokurori bëhen pikërisht nga efikasiteti statistikor që mbatet me të hyrat dhe përfundimin e lëndëve në periudhën përcaktuese, dhe kjo është arsyeja sepse ne si gjyqësor japim shumë rëndësi çështjeve statistikore. Megjithatë, përmendi edhe gëzimin në rezumen e tij që gjyqësori ka një matje ndryshe të performancës që nuk është krejt sasiore, pra sepse edhe çështja e sasisë mbatet edhe nga kompleksiteti i lëndëve, që jemi të kënaqur me numra, po në njëjtën kohë edhe secili gjyqtar ka performancën e tij karshi normës së gjyqtarëve që matet edhe me realisht qoftë vollumin, qoftë kompleksitetin e lëndëve. Si tërësi, sa i përket çështjes së kozgjatjes dhe statistikave, gjeturat janë parimisht reale dhe në të njëjtën kohë nga këto gjetura ne do dalim edhe me konkludime si gjyqësor. Faleminderit shumë.